Profesor, ju keni deklaruar që keni bërë 3 zbulime në Saranda. Mund na flisni pak për këto 3 zbulime? Shiko, unë kam martuar dhe një libër që quhet Muri i Demës, jo mur si që quajnë njëri vetëm e ka quajtur atë. E quante mur mbrojtës i kulturës helene, që përfshinte me një gur 7 zogj. Përfshinte dhe finiqin helenistik, dhe butrintin helenistik, dhe murin helenistik, dhe kulturën helenistike, dhe godise kulturën barbare, ilire, presaide. Ky mur, që nuk është mur mbrojtës, si gjerësi është 9 metro, ku 2 metro i ka mur të fuqishëm në njëra anë dhe 2 metro i ka po mur të fuqishëm në anën tjetër. Dhe këto 2 mure lidhen me shkallare. Shkallare fillon nga manastiri, në manastir atje ku është ajo pigza e vogël që kanë bërë ndërtimet sot tap, çik më tej është kodra e manastirit, që ka qenë kala pellazike. Dhe në 1700 është ndërtuar manastirët që këta sot e quajnë Agjio Manastir. Këta sot i Ministria e Kulturës dhe Ministria e Arsimit e lejon, apo dhe kryeministri, apo dhe këta që quhen sharlatan që i shërbejnë Greqisë, që hanë bukën e turku dhe i shërbejnë Greqisë dhe edhe Arami qoftë buka e mëmës Shqipëri, edhe thonë që qa po thua profesor, kur Muri i Demës e ka thënë, konsultohu me historian, konsultohu me arkeolog, dhe çfarë është ti? E ka thënë vetëm njeri ti. Këtë mendim, jo hajde bindu që ka qenë i paguar ti, ose i detyruar ti. Që ky mur është mur mbrojtës i kulturës greke, helene, me kulturën, jo me kulturën, po me shkallën barbare të ilire, presaid, që nuk është as pak e vërtet. Se po t'ishe mur mbrojtës, shiko sa me qëllim të keq. Dhe gjithë 40 arkeologë mbas tij, asnjëri nuk e revizionon mendimin e tij. Po thonë të njëjtë gjë, i referohen duket, po ti vësh re, duket se po të referohesh në rregull. Po ku është revizionimi? Se do mund të referohesh afara mi këtyre 40-të. Jo, bata e pash vetë dhe jam i bindur ti. Po prapë themi kujdes mati. Që ky gur nuk është mur mbrojtës, se po të kem mur mbrojtës do ishte gjithë butrinti mur mbrojtës. Do ishte gjithë finiqi me këtë mur mbrojtës. Që s'ka lidhje fare muri mbrojtës nga maja e Kodrës në manastir deri në det. Atëherë ky është muri që përfundon në det me këtë lloj pamje, që do të thotë që kjo shkallare këtu, kjo shkallare nuk është gjë tjetër, nuk është mur mbrojtës, por është një shkallare që shkon nga kjo është shkallare ndjek që është midis murit mbrojtës 2 metro, midis një murit tjetër mbrojtës 2 metro, dhe është nga manastiri që këta quajnë Agjio Manastir me emër greqisht sot, ku telefoni nuk merr shqip, po merr shumë merr greqisht në këtë pikë këtu, edhe deri në Butrind, dhe ky muri 800 metro deri në det, ja të kesh deti, dhe ky muri që bie fik me një mur me murin e fundëm të tij, pra ku është muri mbrojtës? Sepse finiqi është 10 kilometra më këtej. Nësa Butrindi është 6 kilometra më në jug. Atëherë po të ishte mur mbrojtës, ky le të rrethonte gjithë finiqin, që thuhet mur mbrojtës së kulturës helene me kulturën presaibe barbare. Ose njëta gjë me Butrindin. Pra, kemi të bëjmë me një shkallare, me shkallë, bile shkallë jo të rendeve 10, 15, 20 cm i kemi ne, por shkallë më të mëdha, me pllaka shkallë duket guri pelazik që bën muri mbrojtës, anash, dhe duket guri pelazik i shesh që bën shkallën. Pra, këta duan të thonë ti me çdo kush që kemi të bëjmë me kulturë helene, finiq, Butrind, Atosi, Vergonja, gjithë to janë kultura helene. Dhe barbarët që vinin nga deti këta, ai muri nuk mbron as detin në Kodrën, po muri është pingull nga manastiri deri në det. Edhe me shkallë që zbresin. Po shkallare ka Antigonea, që princat, princeshat, pellazgët zbresin nga maja Kodrës në drejtim të përsëri me një mur fik, që shohin Gjirokastër, që shohin malin e gjerë. Shkallare ka vetë shëtitoret e Butrindit, e Apollonis, e Orikut, e Amantis, gjitha janë me shkallare diku të sheshta, të fushta, të fushore, diku të pjeta apo kodrinore. Kështu që këta duan të thonë ti, dhe kjo jo se është zbulim im, interpretimi im është zbulim. Muri i Demës është një vend që i ndërtuar nga pellazgët
2500-3000 vjet para erës sonë, minimo, sepse është marrë guri nga amerikanët, e studiuar pasqyra e gurit kur del për herë të parë, masin lëmohet guri, kur del për herë të parë me rrezet e diellit dhe matet kjo koti. Dhe kjo kohë tregon minimumi, thonë ata, lost world civilization, civilizimi i fundit botror, që është civilizimi i pellazëve i viteve 7000, 6000, 5000 deri në 2500 para erës sonë. 2000 vjet para se delnin grekët në skenën e historisë, ku do të thotë që grekët apo helenët në atë kohë ishin fare, as në fare në babaj nuk ishin, në vitet 3000 para erës sonë. Dhe këta me gjë kusht duan të thonë që është guri ndërtuar, është kultura helene, që kultura helene ka gurin 20-50. Kjo gur është ndërtuar në vitet 350, 300, 250. Dhe kur vjen kultura romake, është viteve 200, 100 para erës sonë dhe 100, 200, 300 pas Krishtit, është me tulla. Pra romakun nuk ishin gjendën ndërtonin as mur me gur, çfarë do i guri qoftë, se ndërtonin dot. Pastaj vin vitet 500 që Justiniani ndërton me guret pellazik apo me guret e mureve e shkëmbeve për jetë, ndërton kalat e Justinianit që do vinin, që po vinin në atë kohë avarët, gotët, visigotët, slavët e tjerë. Dhe ndërtoi gjitha kalat. Jo shumë, po 160 kalaj ndërtoi Justiniani, edhe quhet një civilizim tjetër pra. Një kështjellat e kohës Justinianit, Ballçi, Margliçi, gjitha janë kështjellat e kohës Justinianit, po aman të ndërtuar me kanina në kohën e Justinianit, por kur vantem kanin, i thoshim të nderuarit atyre që na shoqëronin, ku janë gurët pellazik. Sepse nuk ka mur të Justinianit pa një mur të romake, viteve 200, pa një mur pellazik të viteve 2000-3000 para erës sonë. Dhe ku do kalat tona, jo pak, janë 2000 kalat në Shqipëri, dhe vetëm Skrapari është fshat e kalat. Vetëm Skrapari i muzakave është fshat dhe kalat. Dhe ose Berati e ka kalan 7000 vjeçare, sepse ka gurët pellazik të viteve 7000, 6000 këndor. Pastaj vin gurët pellazik paralelpiped, që janë viteve 4000, 3000 dhe 2500. Pastaj vin gurët që janë të kohës romake me catulla, pastaj vin gurët e Justinianit 500-600 mbas Krishtit, e me radhë gurët e Ali Pashait apo gurët e kështjellat e Skënderbeut, vitet 1400, pastaj te Ali Pashai 1800, të turkut 1800-900, pra këto janë kalat shqiptare. Por këta me gjokusht, edhe këtu është zbulimi, edhe them me plot gojë, pse mos e quajmë, nuk po them shpikje, zbulim, që do të thotë që këta donin të njollosin që ilirët kanë qenë barbar me gjokusht, në kohë që luftat janë iliro-romake, por lufta bëhet për një pasuri më të madhe. Nuk ka luftë romake-greke, nuk kemi dëgjuar luftë romako-greke, sepse s'kishte interes të përshton një vend që kishte një kulturë më të ulët se romaku. Nëse romaku gjente kulturën e pire dhe ilire më të lartë se vetën, dhe këtu erdhi dhe vodhi 3000 qere karo romaku me tonelata me arë, me tonelata me monumente, sepse ekzistonte Butrindi, kur i romaku vitin 200. Dhe sa këta për turpë dhe faqe zerë, turpë të keni ju, historianë, ju Cicerondi, e ngre zërin fort, turpë që u vidi, që thoni që Butrindi, amfiteatrin Butrindi, amfiteatrin Finiq, janë amfiteate greko-romake. Greko-romake, kur ajo cisternia në Finiq, vim ke zbulimi tjetër në Finiq, cisternia romake, me tulla cisternia romake. Ndërkohë që poshtë janë gurët pellazik, që ka qenë më përpara cisterno pellazge, me gurët sa i tavolin, 80, 200. Edhe mbi to vjen një shtresë me tulla 5 cm, si kemi tullat sot, tullat romake. Dhe ai thotë cisterna romake. Ai thotë që kemi thesarin helenistik. Po vetë fjala thesar, më di, gazetar. Thes me ar. Atë si që janë këtë thesari, i thoshte trapezoidi, trapeza, që ai quhet në gjuhën helene, greke. I thotë thesare, thesarios, i fshton një sëmbas helenistike. Po edhe thesarej, edhe shqip këtë thesari, thes me ar, që është kjo banka që kemi ne thesari, edhe me gurë pellazik thesari, me gurë të mdhenjë, që s'janë të kohës greke, romake, edhe me emër shqip, edhe që nga helenistik. E kupton dja bëhet. Vete ke amfiteatrin Finiq, të gjithë gure pellazik. Ç'lidhje ka greku Heleni në amfiteatrot, apo romaku, ku gurët janë, të gjithë janë të mdhenjë, reshti parë për pritanët. Pritana, ai që i prind të tanëve, kryetari i bashkisë,
Po strategun, ai që bën strategjinë e luftës, strateg, që bën shtresën e lartë për të orientuar, por ç'a quhet amfiteatri në kohën romake? Forum. Po pse quhet forum në kohën romake? Sepse ishte frym, sepse ishte strategu, kryetari i bashkisë, kryeplaku, këshilli bashkiak, hipnin në këtë dhe jepnin frymën, o për produkte bujqësore, për vjellje, për mbjellje e tjerë, o për betejë, o për lufta, jepte frym, firom, frym, shqip, firom. Nga fjala firom vjen forum. Pra, ato ishin 1000-2000 amfiteatro të strategëve, të pritanëve, të priftrive, që prifti, që ai që printe në fe, pri në fe. Pra, gjitho lëvizje në këta amfiteatri, që kishe 1000-2000 amfiteatri, letë ma gjej mua e si e gjeti moshën 350 para ere son të gurit të amfiteatri të Niqi apo në Butrin. Kur nuk e gjendrot, sepse ato janë gjetur nga Amerikanë, 2500 minimalja para ere son, që bie 2000 vjet para Helenit dhe Romaku, 2200 vjet po thuajse. Pra, këto jo se janë zbulime, por këto janë shumë thjeshta, të vërteta, pavarësisht nga profesioni. Ai më tepër kam një lloj lidhje me tokën që quhem gjeolog, por nuk është puna e gjeologjisë, as e arkeologjisë. Kto janë thjesht koncepte që më vërtet e merr principin një arkeolog apo një historian, por nëse ata paguan, mund të thonë të kundërtën. Më mirë unë bëj një gabim, marr notën 9, 8, 7, se sa të marr një notë 10 i paguar apo me qëllim të keq që edhe gjoja jam historianti. Po ti ka bën më krye kaput. Nuk mund të lidhen e fakteve. Pse po të pyes, më interpreto pse muri i Demës është mbrojtës kur ai ndërtuar 800 metra. Me interpreto pse Thesari quhet Thesaros helenistik, ku s'ka lidhje Heleni të vinë në Finiq, sepse para se Heleni të vinë në Finiq ka qenë shteti i Epirit. Shteti i Epirit, ordimi i dashur, blidhesh këshilli. Edhe vendoste se cilët grek apo helen do vi me leje, i ke atje në Bylis. Blidhen 14 e Bylisit, 14 kryetari i këshillit e tjerë, dhe jepnin leje për 8 grek. Dhe po të pyesh një arkeolog tani, Bylisi është grek se janë 8 emra grek. Pa ta 8 emra grek erën kërkuan leje. Edhe këto leje lan këta 4 veta. 4 veta ishte këshilli bashkiak. Koinea, shteti. Atëherë si që nga që me që janë 8 emra grek kërkuan leje dhe këta që nga më shumë helenistike. Po që ne Heleni nga lidhja e Korinthit, po zë Spartë edhe Athinë, kaloi Ambrakin, kaloi Epirin, edhe na qenë nga Finiqi dhe Butrindi, ku ka Epirin mes me shqiptar, që nuk ka njeri që nga kohët e vjeta dhe sot e quaj Epirin grek, me prashtin 100 vjetë tani që e morën e rëmbyer. Pra, atëherë ku kemi një, prandaj dhe thot zonja Merkel, shqiptarët është i vetmi popull që kufizohet nga i njëjti gjak, nga i njëjti popull, thot Merkel. Dhe e pyetën, po pse e thua tani këtë? Si ja kemi borxh shqiptarëve këtë thënie. Me 1913 ne i dim se çfarë i bën shqiptarëve. Pra, nuk e pranoj kush e siti që le të vi kush doj të matet, me shkencë, me argumenta, me matje, se matet i kanë bërë. Amerikanë dhe muri i kësaj, i Demës, është mur nga pellazgët, amfiteatot në Butrind, në Finiq, janë amfiteato pellazike, janë frym, firom, pastaj vjen forum. Thesari që thonë Thesari, Akropolis, është Akropolis, është kreu që mblidhesh burrat, që ata nuk i qojnë kur turistat në Akropolin e Butrindit, nuk i qojnë kur në këtë murin e Demës, këta Ciceron. Prandaj i bujthirë Ciceron me turp të keni, që paguani dhe blieni dhe thoni të kundrën e asaj që është në të vërtet. Kështu bëni edhe për Berati. Ciceron që vinë nga Tirana Berati, thonë që Berati është 1700-1800 edhe këtej. Se ka shkujtu e Vlad Qelepia në 1614, 200 dyqane edhe 1700 edhe këtej, Berati. Turp, kur vetëm shtëpia ime e vërtetuar, është 2000 vjet e vjetër. Shtëpia ime di. E bëra, pse më tha detyroi Ministria e Kulturës, paktën nuk më dha financim, po më tha zbulo dhe riforco themelet. Dhe i forcova, mora dhe kampion, edhe shtëpia ime del 2100 vjet e vjetër. Kur del shtëpia ime do thotë del gjithë lagjes, se unë jam majt lagjes. Atëherë si mund t'i thuash ti Mangalemi Berati 2400 vjet Berati, ndërkohë që lagja është 2400 vjet vetëm lagja, se Berati në kalash akoma më i vjetër, se ka gur pellazik, që janë minimumi 2500-3000 vjet, siç e tham lart. Pra, në kuptim unë i quaj këto dy zbulime të mëdha, se erdhi zbulimi i tretë që mund ta bëjmë vetë ose mund ta themi më ndryshe, zbulimi i tretë. Mund ta themi me një vëmendje
të caktuar dhe të përkushtuar këtij zbulimi. A mund ta thoni pak me që e kemi, ju tha që duhet t'ja dedikojmë dhe ta kemi më shumë përkushtim këtij zbulimi. Cili është ky zbulim i tretë që ju keni bërë dhe kërkon kaq shumë vëmendje? Bravo, shumë dakord. Me të tërë zbulim. Ky është zbulim personal. Imi, personal. Sepse zodia nga Saranda, zoti Coraj, që më çoi ke muri i Demës, edhe ai vetë nuk e dinë dhe shumë tjerë nuk e dinin që mbasi marron muri i Demës, mbasi marron muri i Demës, ky mur këtu, gjithë pjesa nga rreza e murit edhe deri në det, 100 metra, gjithë shkëmbi, rreth 300 metra shkëmb, po deri ke deti, po me siguri që edhe brenda në det, ku e vërtetoi djali që u fut brenda në det edhe vazhdonte e njëjta situatë. Çfarë? Me dinosaurë. Është i vetmi vend në Shqipëri, në Ballkan, që ka fosilet e kafshëve të mëdha që duhet të jenë të dinosaurëve, sepse vetë shkëmbi është mbi 150-200 milion vjet. Shkëmbi që është i niveleve të triasit, shkëmb karbonatik, i niveleve nga 250 deri në 100 milion vjet. Triasi jurat. Dhe këta shkëmbej ngriqëror karbonatik, në një moment caktuar që ka ndodhur një temperaturë e ndryshuar, e beftë, e shpejtë, apo një gaz karbonik CO2 që ndryshuar i beftë, i shpejtë, apo një marrëdhënie me oksigjenin ka bërë që të vdesin në koloni. Ajo kafshë atërshme, ku përputhet kockat fosilet e mëdha, deri ke dhëmbët që janë në dhëmbë të dinosaurit në këtë rreth 20-30 cm, nofta rreth 30-60 cm, pjesë të trupit, pjesë të bishit, gjitha të fosilizuara apo të arkitekturuara mbi shkëmb, që është normale që një vdekje e tillë e kësaj kafshë gjigande, mbasi ri dhe fle në llumin karbonatik të asaj kohe 200 milion vjet, 250 milion vjet përpara, që quhet dhe një nga zhduket më të mëdha të gjesë gjallë në jetën e tokës, edhe zhdukja parë bile, 250 milion, dhe ky shkëmb tani, me këtë lloj dimensionesh, me njerë mbas muri i Demës, edhe direkt nga muri i Demës, deri ke deti, edhe nën det, dhe deri ke muri i Demës, edhe 300 metra, ajsa të lejon, se pastaj vinë rrëpira tjera, kemi të bëjmë me një muze biologjik, natyror, që mund t'i quash geo-bio-natyror. Është i paparashikuar në gjitha legjendat apo në gjitha hartat e zonave të mbrojtura tona, sepse nuk është njëjtur. Dhe tash i bëj thirrje Fakulteti i Shkencave të Natyrës që mund gjejë veten në studime mbi këto dinosaur aty në këtë lloj muzeu, po edhe gjeologëve që mund gjejnë një makrofaun gjigandi, që s'kemi parë kur, kemi parë megalodont në Korab, nga profesor Selameqo, kemi parë disa makrofauna në niveleve 20-30 cm, po jo 10-15 metra e qëndisur mbi shkëmb. Kështu që unë e quaj jo vetëm një muzej natyror nga pikpamja gjeologjike dhe biologjike, po edhe pikë shumë atraktive për turistët, ku turisti mund të vejë dhe të godasi apo të shijoj kënaqësinë e murit pellazik, që është muri i Demës nga manastiri deri në fund, edhe pikërisht muzeun biologjik ose gjeologjik natyror. Pra, kjo është thirrja që bëj, që ka nevojë për studimet më teshme.